Në Lezhë, shëndeti mendor përmerr gjithnjë më shumë vëmendje. Prej tetorit të vitit të kaluar ka nisur funksionimin Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor, një strukturë e re që synon të ofrojë mbështetje profesionale për personat që përballen me vështirësi psikologjike dhe psikosociale. Këto shërbime ofroheshin vetëm në spitalin rajonal dhe numri i vizitave ishte i kufizuar, ndërsa vihet re një rritje e ndjeshme e kërkesës për ndihmë si rezultat i ndërgjegjësimit. Shërbimi tashmë është shtrirë edhe në zonat rurale, ku problematikat sociale dhe ekonomike janë më të theksuara dhe sipas të dhënave zyrtare për periudhën nëntor 2025-shkurt 2026, në territorin e Bashkisë Lezhë janë identifikuar gjithsej 945 persona me probleme të shëndetit mendor, përfshirë fëmijë dhe të rritur, ndërsa grup moshat më të prekura janë 35 deri në 55 vjeç. Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor ofron shërbime multidisiplinare duke përfshirë moshat pediatrike dhe ato adulte. Në qendrën tonë bëjmë pjesë mjek psikiatër për moshat adulte, për moshat pediatrike, psikolog klinik, punonjës social dhe 2 infermier. Drejtori i Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor në Lezhë, Elson Froku, thotë se në realitetin e sotëm është e domosdoshme që qytetarët të kenë akses të afërt dhe të shpejtë me specialistët e shëndetit mendor, çka ka qenë edhe arsyeja kryesore e ngritjes së kësaj qendre. Nevoja për qendrën komunitare të shëndetit mendor në fakt lindi si pasojë e kërkesave të vazhdueshme të Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Lezhë për t'i ardhur sa më pranë banorëve të kësaj bashkie, por jo vetëm. Ministria në bashkëpunim me operatorin arritën që të krijojnë këtë modalitet për t'ia mundësuar qytetarëve lezhjanë. Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor funksionon si pjesë integrale e sistemit parësor, ku nëpërmjet mjekut familjes arrihet që të krijohet kontakti me mjekun specialist, duke lehtësuar kështu edhe burokracitë apo procedurat të ndryshme që duhet të marrin qytetarët. QKSHM-ja, kështu e kemi pakzuar si akronim, është hapur për të gjitha grup moshat sipas referimeve që bëjnë në sistemin parësor kryesisht mjekët e familjes. Por kjo nuk është e mbyllur për të tjerët, por në momentin që ata shohen këtu, atëherë ato menjëherë propozohen dhe sugjerohen për të bërë pjesë e sistemit parësor nëpërmjet mjekësisë familjare. Një element i rëndësishëm i punës së qendrës komunitare të kujdesit mendor mbetet evidentimi dhe trajtimi i personave me probleme të rënda të shëndetit mendor që qarkullojnë në qytet, si dhe bashkëpunimi me familjarët për uljen e shkallës së problematikës dhe rritjen e sigurisë në komunitet, ku gjatë kohëve të fundit janë referuar 2 raste për trajtim në spitalin psikiatrik.